Shqiptarët këtë të premte festojnë ditën e verës, një nga festat më të vjetra pagane shqiptare, me rënë dhe që shtrihen thellë në lashtësi, e quajtur ndryshe si dita e largimit të dimrit. Kjo festë ka krijuar tashmë traditën e saj, jo vetëm tek banorët e qytetit të Elbasanit, por në të gjithë qytetet e tjera të vendit dhe veçanërisht edhe në kryeqytet. Kryeministri Edi Rama dhe presidenti Bajram Begaj, përmes një postimi në rrjetet sociale, kanë uruar të gjithë qytetarët për ditën e verës, duke uruar për të gjithë një verë të bekat. Në këtë ditë të shënuar, Elbasani kthehet në një qendër festimesh me aktivitete të larmishme, nga ekskursionet në natyrë e deri tek drekat e begata familjare, ku nuk mungojnë ballokumet. Zanafilla e ditës së verës e ka në faltoren Zana e Çermenikës, e ndërtuar në rrethinat e qytetit të Elbasanit, e cila ishte perëndesha e gjuetisë, pyjeve dhe e gjithë natyrës. Sipas gojdhënave, kjo zanë dilte nga faltoria e saj ditën e 14 marsit, e trashëguar brez pas brezi. Kjo festë popullore tashmë është një ditë e cila sot identifikohet edhe vetë qytetin e Elbasanit. Kushdo që do të kalojë këtë ditë pranë Elbasanit, do të ndjejë aromën e ndjellëse të ballokumave. Ballokumet janë ëmbëlsira tradicionale e kësaj feste. Në Elbasan gatuhen vetëm në këtë ditë. Kjo i bën ato edhe më të veçanta. Janë ëmbëlsira që gatuhen me miell misri të situr mirë, gjalp dhe sheqer të imët. Gjithashtu një detaj i kësaj feste është edhe vendosja në dorë e verores, një byrzyllyk prej fijesh të bardhë dhe të kuqe që lidhet në kyçin e dorës dhe zgjidhet kur të shihet dallëndyshja e parë. Në disa krahina veroret varen në deg pemësh, kryesisht dafinash, që dallëndyshet t'i marrin e të sjellin mbarësi.